Teori Sandoni, kryetari i Shoqatës së Ushtarakëve në lirim dhe rezervë Vlorë, njëkohësisht dhe kryetari i Shoqatës Zetarisë dhe antari i Shoqatës Zetarisë Vlorë. Tani sot me ide që kemi neve, për të dhënë një intervistë më të qartë, ne jemi për 101 vjetor në shtërimin Sazani. Realisht, atë të themi ne që brezi që e kishim të shliruar, e ketëm të shliruar, ne flasim si bas ides historianëve, flasim dhe. Po njëkohësisht dhe si trashëgimtar të baballarëve tanë që morën pjesë në shlirimin e saj. Unë jam një nga ata që i madh ka qenë pjesë në shlirimin Sazani. Nuk pati luftim. Sazani unë di që ka qenë, si mbas Timeti ka qenë i abandonuar, si mbas asaj që Italia e humbi luftën, dhe erdhën dhe u futën në Sazan. Që nga momenti që ushtari shqiptar, shteti shqiptar kishte vendosur ushtrinë e tij me 10, 15, 20 veta në Sazan, kjo e pjesë e territorit të Shqipërisë. Pavarësisht se de facto u bën në 47 në shkurt, 47 konferencë e paqes e vlerësoi që Sazani është pjesa e territoriale e Shqipërisë për aktivitetin që shteti jonë bëri luftë e 2 botërore kundër nazifashizmit. Ky ishte një nga sukseset më të mëdha. Realisht Sazani ka qenë pjesë e shumë perandorive dhe shteteve tjera, po në këtë rast përfundimisht kaloi në posedimin e Republikës së Shqipërisë. Pra ajo që tha Ismail Qemali, Sazani ka rëbërur një avatanët e mia, de facto u bën tona dhe s'kish më ndryshim. Ne tani e ruajmë me veneracion kujtimin atyre që luftuan, kujtimin atyre që punuan dhe aty që sakrifikuan për jetën e tyre. Këta sakrifikuan rinin, jetën, familjen e tyre, vështirësitë e sistemit, kushtet e vështira meteorologjike, dhe këtu mund të flitet që ata ai brez që punojnë nga 44 deri në 91-shin, që u shpërbër komplet çdo gjë, këtu kanë punuar me veneracion dhe me përkushtim maksimal për jetën e tyre. Dhe ku flasim tani që vim, ne kujtojmë pjesën më të bukur të shoqërisë, patriotizmin dhe dashurinë e tyre për të sakrifikuar jetën e tyre për mbrojtjen e dot. Jo për të mbrojtur siç thon këta sistemin e regjimit diktatorial. Nuk ishte sistemi diktatorial, por që sistemi demokracisë popullore. Kështu ishte në pamje. Ishte një sistem tjetër gjë, ama kufit e Shqipërisë qëndronin të paprekshëm nga kushdo dhe cili do. Dhe ky avampost i rëndësishëm ka qenë mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë. Edhe sot qëndron mjaft i rëndësishëm për kushtet e NATO-s. Me fjalë, në çdo lloj strukture ushtarake të ndish, Sazani ka vlerën e saj për qëndrimin. Kjo na imponon neve që të ruajmë traditën, të trashëgojmë traditën dhe ta vlerësojmë mundin dhe dersin e gjakun e gjithë atyre që dhanë luftën jetën për lirinë e shtetit Adeu. Pushtetet janë të lëkundshme, Adeu është një. Ky është Adeu, Flamuri është një, Kombi është një.